Xhelozia dhe fshirja e fotove. Bora Zemani flet për herë të parë për lajmin e ndarjes nga Donaldi. Më mori mami dhe moderatorja e dashur për publikun, Bora Zemani, ka reaguar për herë të parë ndaj lajmeve të pavërteta që qarkulluan kohët e fundit mbi një ndarje të supozuar me partnerin e saj Donald Veshaj. Në një njoftim për një emision, Bora tregoi se spekulimet nisën sapo ajo postoi një foto të Donaldit duke shkaktuar reagime të shumta nga ndjekësit. Unë e mora vesh që ishte shpërndar një lajm për ndarjen tonë, kur postova një foto të Donaldit, më mbush Instagrami me mesazhe, shqyr që nuk jeni ndarë. Më thonin shpesh sa herë postoja foto me Donaldin, tregoi moderatorja e habitur nga intensiteti i reagimeve në rrjet. Zemani shtoi se nga kurioziteti hapi të hetoi lajmet dhe gjeti se ato përfshinin pretendime të pavërteta, si xhelozia apo fshirja e fotove nga Instagrami, të cilat ajo i mohoi plotësisht. Bëhem kurioze dhe hap të shoh ç'po ndodh, ku ishin këto lajme që jemi ndarë. Fusnin dhe arsye të tjera, xhelozia që kanë fshirë fotot në Instagram, por asgjë nuk ishte e vërtet. Moderatorja shton se e ka marrë edhe mamaja e saj në telefon dhe e ka pyetur: "Ka ndodhur ndonjë gjë me ty dhe Donaldin?" "Jo moj mami, jemi në shtëpi, ja foli." Me këtë deklarat, Bora Zemani duket se ka vënë një kufi për spekulimet që kanë qarkulluar me shpejtësi në rrjetet sociale javët e fundit. Çifti, i cili mbetet ndër më të komentuarit në showbizin shqiptar, vijon të tërheqë vëmendjen e publikut me çdo postim apo dalje të përbashkët.